A e dini se ekziston një kështjellë shqiptare, që as perandoria romake, fuqia më e madhe e botës së lashtë, nuk arriti kur ta pushtonte? Kjo është kështjella e Rozafës, e ndërtuar mbi një shkëmbë të lartë në Shkodër, zemra e lashtë e Ilirisë. Romakët e sulmuan disa herë gjatë shekullit të dytë para Krishtit, por çdo herë u përballën me murin e hekur të rezistencës ilire. Brenda kështjellës ndodheshin luftëtarët e mbretit Gent, burra dhe gra që betoheshin se do të vdisnin para se të dorëzonin porta. Legjenda tregojnë se edhe kur ushtria romake e rrethoi për javë të tëra, ilirët nuk u dorëzuan. Ata përdorën çdo gur, çdo shpatë, çdo pikë uji që kishin, derisa edhe vetë komandantët romakë e pranuan. Shqiptarët nuk pushtohen, ata vetëm vdesin në këmbë. Dhe kështu, Rozafa u bë simboli i qëndresës shqiptare. Edhe sot, pas më shumë se 2000 vjetësh, muret e saj mbeten në këmbë dëshmi se as perandorit më të mëdha nuk mundën ta mposhtin shpirtin ilir, sepse kështjella mund të goditet, por kur zemra është prej guri, ajo nuk rrëzohet kur.